Fjala e shkruar për kthimi dhe studimi letrar u vlerësua në ceremoninë e shpalljes së çmimeve kombëtare të letërsisë për vitin 2024, juria e kryesuar nga shkrimtari dhe studiuesi Besnik Mustafaj, me antar dhurata Sherin, Elsa Skënderi Rakiplari, Maklena Nika dhe Fatmira Nikolli shpalli fituesit në kategoritë kryesore duke vlerësuar veprat që shënojnë arritje të rëndësishme artistike, përkthimore dhe studimore. Çmimi i madh i letërsisë ju dha shkrimtares Enit Karafili për romanin Epopejën time. S'mund të arrit të shpreh peshën që ka ky çmim për mua, e rrethuar nga tingujt e Shqipes për ditë, por ama gati dy fishin e kohës larg Shqipes. Ky çmim mua më rikarikon energjitë për t'ju kundërvënë këtij rreziku të atrofizimit. Përkthimi më i mirë ju akordua Romeo Çollakut për përkthimin e veprës retorika të Aristotelit. Poeti Stefan Mallarmé, simbolist, donte të krijonte një vepër ku të përmblidhej gjithë historia e botës. Një nga këto vepra, besoj, duhet të ishte retorika. Anila Mullajt ju dha çmimi i madh i studimeve për librin Krijimi letrar në proces, studimi i parë gjenetik mbi romanet e Dritëroa Gollit. Ky është një studim që merr përsipër ta shikoj tekstin si një dinamik tekstuale. Në rastin e Agollit kemi pasur puna ime ka nxjerrë në pa që dorëshkrimi dhe teksti final nuk janë e njëjta gjë. Në ceremoni u ndanë edhe dy çmime mirënjohjeje, njëri për poetin Hamit Alia i pas vdekjes për përmbledhjen Ndrurët flen jashtë në natën e botës dhe tjetri për poetin nga Kosova Lulzim Tafa. Për antologji personale, ceremonia e çmimeve kombëtare të letërsisë 2024 dëshmoi edhe një herë se letërsia vijon të jetë një hapësirë reflektimi, kujtese dhe krijimi ku fjala e shkruar mbetet themeli i identitetit kulturor.